Dëgjojeni pak të histori të çuditshme. Jam I bindur që do habiteni. Teksa po bëj 2 hapa sot si ditë diel dhe doja t'ja u tregoja sepse më ka mbetur në kujtesë. Një çift janë miq italian, 35 vjeç, ai është 35, ajo është 33 vjeçe, shkuan në Japoni me pushime. Dhe gjatë pushimeve shkuan në disa vende. Mirë po një mbrëmje ndodhi një fakt I çuditshëm. Do takonin disa miq të tyre dhe për punë kjo, dhe thanë, me qenë se do takojmë dhe këta, po bëjmë një dush për para se t'ikim, dhe vishemi, ky u vesh, u ruajt, dhe çfarë bëri? Hodhi një profum, po një nga profumet më të mirë që ka. Dhe ky profum ndjej kilometra larg. Dhe kur shkuan në restorant, sapo ulën, që do fillonin darkën, do bënin kërkesën, nuk kaloi shumë dhe erdhi shefi I sallës, sepse ky kamerieri, kur shkoi që të merrte urdhrin, si duket I ka thënë, pra e sinjalizoi shefin që kishte një problem. E dini se kush ishte problemi? Problemi ishte që ky zotëria, pra ky 35 vjeçari, kishte hedhur shumë profum. Dhe njerëzit përreth I bezdiste profumi. Dhe dëgjoni sepse është vërtet e çuditshme. Dhe I detyruan që të ngriheshin, ose të shkonte të lahej, pra që të hiqte profumin, ose të ngrihej dhe të ikte. Dhe këta u detyruan që të shkonin në një tjetër restorant. Pra ikën nga aty dhe shkuan në një restorant që ishte jashtë. Tani u informuan, dhe u informova dhe unë, sepse doja që të kuptoja se çfarë. Merreni me mend që japonezët kanë një ndjeshmëri të luhatjes shumë më shumë se sa masa, se sa njerëzit për shembull në Evropë ose dhe vetë aziatikët. Kanë një ndjeshmëri, pra një luhatje tepër të avancuar. Është e vërtet kjo. Dhe ajo që është akoma më absurde, në vitin 2010 kanë bërë një ligj që nuk duhet të bezdisësh njerëzit e tjerë me profume të ndryshme. Qoftë me profume në për restorante, në këtë rast ai ishte në një restorant, por qoftë edhe në ambiente të hapura ose edhe ambiente të mbyllura. Pra, nuk është e pamund, për shembull ti të kesh një shtëpi dhe brenda shtëpisë ti hedh profume apo ku ta di unë dhe hap dritaret, është ndaluar, sepse dritaret ti mund t'i kesh pranë dritareve të tjera të atyre komshinëve përreth dhe ata mund të denoncojnë dhe ti ha gjop për këtë. Pra ka dalë ligj në vitin 2010 për një fakt të tillë dhe unë doja t'ju pyesja juve, çfarë mendimi keni për një rast të tillë? Ju do të shkonit, kush nga ju ka shkuar në Japoni dhe çfarë të tjera shka? Pres komentet tuaja. Hajde, ditë të mbarë.